بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين. Lavdrimi dhe falënderimet I takojnë vetëm krijuesit të gjithësisë, ndërsa përshëndetje qofshin të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi ata të cilët e ndjekin apo e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe shumë të respektuar të pranishëm, më lejoni t'ju përshëndes me një përshëndetje të ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqe, shpëtimi, lumturia, begatia e Allahut qofshin mbi ju të gjithë. Gjithashtu I përshëndesim edhe ata të cilët në ndjekin nëpërmjet rrjetit social. Allahu shpërbleft, edhe kemi edhe misafir nga Margata, Allahu Gjeleshanu shpërbleft për ardhjen e tyre. Sikurse ligjëratat e kaluara, jemi duke I përmendur shenjat e mëdhaja të ditës së Kiamet. Njëra prej atyre që sot do të flasim është dalja e Gjuxh me Xhuxhet, apo siç I përmendur Kurani famëlar, Ya'juju wa Ma'juj. Deri tash që kemi fol për shenjat e Kiametit, treguam se disa shenja ka bazë edhe në Kur'anin famëlar. Mirë po, sot që do të flas, jeni të bindur se kjo shenjë e madhe e Kiametit përmendet edhe në Kur'anin famëlar. Por nuk anashkalohen edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe atë ka shumë. Pasi që është një shenjë e madhe, do të shihni se me të vërtet vetëm dy herë në tërë Kur'anin përmendet Gjuxh me Xhuxhet. Vetëm dy herë. Njëra është në kapitullin Al-Anbiya, edhe e dyta është në Suratul Kahf, kapitulla e shpellë që I thënë. Këtë di ajete kuranore që sot ne do të flasim, do të mundohemi ta komentojmë që t'jetë më e lehtë për ju për ta kapë, se ndoshta logjika shkon nga ajo që këta gjërat mund thotë dikush ose ata që na ndëgjojnë janë për shembull se nuk janë të kapshme për logjikën tonë. Mirë po, ne nuk flasim me logjikën tonë, por ne flasim me argumente. Ata që duan argumente rreth kësaj teme që do të flas unë, I kanë në Suratul Anbiya, ku Allahu Gjeleshanuhu shumë qartë na tregon, vetëm se don edhe komentim. Por ti komentuar këta ajetet kuranore që unë sot do të flas, t'jeni të bindur se patjetër të futim edhe
pejgamberi Isajin a.s. se në qatë periudhë kur zbret kjo pas disa mundet a ditë, a vite sa të shkuj, do të dalin të në kohën pak me Hazreti Isaun a.s. Por, kur kanë qenë gjugj me gjugja? A kanë qenën para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? As kanë qenë. Tjeni të bindur se kanë qenë para pejgamberit alaihi salatu wasallam. Se edhe Je'gjujët dhe Me'gjujët jenë krije si kur ne. Këtë e përshkruan pejgamberi alaihi salatu wasallam, mirë po, përshkrimin e bën shumë sakt. Thot pejgamberi alaihi salatu wasallam, Je'gjuj dhe Me'gjuj janë krijes prej Beni Ademi, prej Hazreti Ademi alaihi salatu wasalam. E tash, kur janë shfaq këta, ka qenë një pjesë e vogël, i thujnë se Dhul-Karnejni ka qenë si pejgamber, thuaj, po shumica dërmuse e dietarëve thujnë se ka qenë bre. Edhe kjo është më e sakta. Nëse i lexoni krejt pejgamberës që i ka dërguar Allahu xhaleshanuhu, për 3 flitet se nuk janë, do thotë se pejgamber, por një drejtësi të haptashme, edhe pse kanë qenë mbret, kanë pas një drejtësi absolute. Por edhe këtë do të di se kanë qenë besimtarë. Këtë ndoshta do të flasim pak ma poshtë, se edhe kjo është temë e gjerë. Është temë e gjerë nëse him ta shpjegojmë për shembull biografinë e Dhul-Karnejnit. Nëse him, ajo është shumë e gjerë. Unë vetëm do t'i flas që ka pas punë me veprimin që ka pasën Dhul-Karnejni me Je'gjujë dhe Me'gjujë. Edhe në këtë surë Al-Kahf keni shumë qartë. Me ajete kuranore, edhe me hadithet pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ajeti që e përmenda pak më përpara, që tha se do ta filloj, tash do të filloj ta shihni se Allahu xhaleshanuhu edhe me këtë emër i përmendën Je'gjujë dhe Me'gjujë. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idha futihat Je'gjujë wa Me'gjujë wa hum min kulli adabin yansilun. Kjo është ajeti i parë që përmenden Gjujë me Gjujë që i thyshin përpara edhe për pleqërisë që e kemi ndëgjuar. Vjeqve e kanë ndëgjuar mirë, me siguri kanë fol ato xhallar pak më përpara rreth tine shenjave të mëdhaja të kiametit. Çka thot Allahu xhaleshan? Dhe kur dalin Je'gjujë dhe Me'gjujë, e shpejtojnë prej çdo lartësie. Waqtaraba al-wa'du al-haq. Allahu xhaleshani e vazhdon prap ajetin të poshtë, thot dhe afrohet premtimi i vërtet që është dita e kiametit. Më thonë, shef ajeti kuranor na tregon se edhe këto janë prej shenjave të kiametit. E tash, dhe të kënë pakës dhe të përshkrujmë si e përshkrujmë pejgamberi alayhi salatu wasalam se jenë në shpejtësi në hecje. Ashtu do t'jenë krijes që do të hecin shpejt. Thot do t'jenë shkurt. Sikur se të ne që i përmend që i përpara thyshin shkurtabiq. Edhe këto do t'jenë shumë turp.
Mirë po, pejgamberi alayhi salatu wasalam përshkruan se do të kenë një ftyrë gjanë, të kuqe. Nëse u përkujtohet kur ku folëm për shenjat e vogla, edhe ku përmendet për shenjave të vogla do të luftohen turqi. Tash do të përkujtohet, ato që kanë qenë në ligjërat, ataj e përmenda se jo turqët tash që janë. Po përmenda një racë tjetër që ishin do thotë se mongolë. E në këtë formë të mongolëve do t'jenë edhe Je'juj e Ma'juj. Tu pejgamberi alayhi salatu wasalam e përmend. Çfarë përmenda? Si thamë, ftyrën e gjanë, ballin e gjanë do ta kenë, hundën të shtipur do ta kenë, sy do t'i kenë vogla, edhe të shkurt do t'jenë. Mirë po, aqë shpejt, interesant është. Sa shpejtësinë e madhe do t'a kenë. Numri atyre do t'jetë shumë i madh. Numri i Je'juj me Ma'juj do t'jetë se shumë. Krejt tokën do ta përfshin. Krejt tokën do ta përfshin. Kështu është hadithi i pejgamberit, edhe ato këtë janë hadithe Buhariu dhe Muslimi. Më thonë, alisë transmitime autentike që duhet ne besimtarët të besojmë. Nuk duhet kemi asnjë farë dileme. Se këto do të vinë, mirë po do të vinë çatërës kur thot Allahu xhelle shanuhu waqtaraba al-wa'du al-haq. Më thonë, afrohet premtimi i Allahu xhelle shanuhu. Kur do afrohet, çatër Allahu xhelle shanuhu do dalim kur do uape leja Allahu xhelle shanuhu. Kur ka në se diçka. A ka piktin e Je'juj me Ma'juj musliman? Ja, nuk do t'jenë besimtar. Besimtar nuk do t'jenë, po do t'jenë mos besimtar, kundërshtar të Allahut edhe kundërshtar të njerëzve. Aq vogël do t'jenë, mirë po, aq të fort nuk mund t'i paramendesh. Do t'jenë, ashtu. Për ta tregu akoma ma tepër për këta, do të lidhena me ajetin e dytë që përmendin këtë Je'juj me Ma'juj në ajetin kur në surën El-Kehf, ku Allahu xhelle shanuhu na tregon edhe këtu qartë. Thot Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya dhal qarnayn inna Ya'juj wa Ma'juj mufsidun fil ard. فهل نجعل لك على خرجا على نقوش على شنباسة ذات نجعل لك حرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا كي يتوش الشام جار رث Je'juj me Ma'juj apo Ya'juj wa Ma'juj. Ata njerëz qalu li thunë Dhulkarnejni, se duhet tash pak qëtër të hime dhe te biografia e Dhulkarnejni, se ajeti kuranore përmendë. Ja dhel Karnejn, se ja dhel merë për shembull kur është e kjo harfi për para, shkon me e. Ane i thymë Dhulkarnejn, edhe ne dhe folim për shembull në shqipsi, si duhet përmendet Dhulkarnejni. Ane arabisht do të ja dhel Karnejn. Ama qaj është më thonë që përmendet në Kur'an. Thot, ata njerëz di thunë Dhulkarnejni. Vërtet, Je'juj dhe Ma'juj janë nga të restar në tokë. Shkatrues në tokë. Fitnëgji, fesar, dhe bëjnë tokë. Që vetë të vonë Allahu xhelle shanuhu. Ata, çka i thunë? I thunë Dhulkarnejni. Ata t'i japim një rogë që ta ndërtosh
një sedda, dhe thotë se ta përmendish një barikad, pend, që ndale në mes neve dhe atyre. Kjo kur është, kur Dhulkarneini, shtash, pse i ka thonë Dhulkarnein? I ka thonë Dhulkarnein, shqip me e përkthej, i vej pak si çuditët, po dy brirësh që e ka. Pse dy brirësh i ka thonë? Se ka ki mbreti, Dhulkarneini, ka sundu, ka konë mbret, edhe në lindje edhe në perëndim. Thonë, kite ka përfshi tokë, edhe në perëndim edhe në lindje. Mirë po, por qatë i ka thonë se kur lind dielli në lindje, lind rreth bririt të shejtanit, edhe kur perëndon dielli rreth bririt të shejtanit. Dhe më thonë, këtë di anë të botës, ka sundu mbreti Dhulkarnein. Tash mund pite dukush për shembull historia ati callin vit në këtë gjojat, thash nëse im do të zgjatena shumë rreth këtij, por do të vim te kia jeti kuranor që Allahu xhaleshanu hu shumë qartë na tregon se ki atendën si e ka ndërtu. Tash është çudi. Sot për shembull nuk është shumë interesant për dhe një fortifikat. Para mendoni, në kohën e Dhulkarneinit ka përdor fortifikat. Pse këtë njerëz gjithuj në Dhulkarnein? I thynë që ndërtoje, dhe të pagumë sa dush ne, dhe të japim pare, edhe ta ndërtysh një mur, ne dhe të pagumë. Mirë po, Dhulkarneini gjithë, ana ma jetë kuranor është të poshtë, të Dhulkarneini thotë, ma mirë që mund të paguje se Allahu s'ka askush. Aq një drejt ka qenë Dhulkarneini. Mirë po, u thotë se edhe ju do ndihmoni. Se me atë këtë gjugj me gjugjat nuk kanë mund të komunikojnë, edhe si kanë kuptu. S'ke mund t'i kuptush. Kanë qenë shkatrues në dorë. Që do që ka tha Allahu në besha? Kanë qenë shkatrues në dorë. Edhe tash, për ti, ndanë atë fuqin që e kanë ato, vetëm se një fortifikate madhe duhet jetë, po për të ndërprerë dhe thote se më dali. Tash, ajo në gjallë të po, edhe tërgon, a jeti kuranor se janë lindjen e lartë. Tash, lindjen e lartë, ku mund t'jenë to, asë kush si di përveç Allah. Thush sot për shembull aja teknika shumë e zhvilluar është. Mirë po, teknika e Allahut është më e fortë. Se teknika sot që është, në çdo centimetër mund të tregojë se për shembull në këtë moment në Amerikë gjë mund bëhet. Miliard sateliti tregon. Ose me Google hiç e ne dush për shembull në cilën qytet në Amerikë ose në Angli ta tregon për shembull këtë atë gjë. Mirë po, kjo është teknika që e ka kriju njeriu. Kjo është teknikë që e ka kriju njeriu. Para mendoni teknikën e Allahut. Allahu ka ushtri që nuk e ka as superfuqi. Teknikën që e ka Allahu nuk mund ta kesë as një superfuqi në këtë botë. E tash, këto janë, në lindje janë, prej atje dhe dalin. Edhe kur dhe dalin, si thash në ta jetin e parë që dhe të lëvizim, shpejt pilatësie, prej kodrave dhe dalin. E tash, në tregon ajeti kuranor ku Dhulkarneini ka arë mes di kodrave. Në rënzën e atyre, në rënzën e di kodrave, ka pas njerës, më thonë gjugj me gjugjët, që i ka pa Dhulkarneini. Edhe i ka pa se jenë njerës pa drejt.
a ki ka qenë i drejt në veprimin, në vizjen edhe predikimin e ati. Shumë e tregon ajeti kuranor. Në më dhanë aq i drejt. E një popull tjetër i kanë thonën Dhulkarnejnit, a ka mundësi neve na shpëtoni për këtine njerëzve gjugj me gjugjat ose gjugju e me gjugj. A ka mundësi? Ka thonën, po, nuk du pages për juve, mirë po edhe ju të më dimoni mu. Ka thonë, qëfar të ndimoj? Thotë të mbini material. Para me ndoni, në të kohë, ajeti kuranor është i kanë pra plaka prej hekuri. Edhe, tash kanë kallë zjarë e kanë skuq hekuri, para me ndoni kjo, sa mund tjese para pejgamberit. Shumë. Edhe i ka marrë, va ka dhonë formën, Dhulkarnejni, edhe e ka bo atë pend, edhe më në fundu ka thonë edhe shkrinë bakër. Që është ajeti kuranor, në suretul Kehf. Shkrinë bakër, edhe ato vrimët ku ka pasën, i ka mbulu që mos t'kjenë fuqi për dane. Edhe aq fort të ndërton atë muri, edhe gjërsin, edhe gjatësin, që nuk kanë shans para ditës kiametit dalin gjyq me gjyq. Nuk ka shans. Edhe nuk dhe t'kenë shans. Gjugju e me gjugju nuk kanë mundësi dalin. Edhe pse gërmojnë gjithë ditën gërmojnë, prapë se në arisën e gërmojnë, se në shumë një fortifikat e madhe. Një fortifikat shumë e madhe. Bire me një hadith tjetër pejgamberi alayhi salatu wassalam e tregon se gjugj me gjugjat kanë qif dalin prej asaj fortifikate. Gërmojnë qaq sot që arin edhe pak ungel vendi për dalen, ato lodhen edhe i thuj njëni tjetrit njerës këto bolle kini qu dhe vazhdim nesër. Kur dhe vajnë nesër, Allahu Gjeleshanu va ka mbulu edhe atë grin që e kanë bënë dhe thote se që më dalin prej asaj shpellës ku janë ata për shemë të vendosën. Shifni, qëfar historie në të regon Allahu Gjeleshanu neve besimtarë. Që ne, me këtë logjik që e kemi, edhe t'i përmbahemi ajetit kuranor, se gjugj me gjugjet të dalë. Por kur, deri në kohën e caktuar. Kur dhe jesë koha e caktuar dalë, Allahu Gjeleshanu di tregoje edhe Isaut a.s. Por Isain a.s. nuk flasë, mirë po prapë dhe të përmende. Se ka do punë që dhe të bëhen edhe në kohën e Hazreti Isës. Por, njerëzit që dhe të dali këtë kur dhe të dali, para me ndoni thot një hadith pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot dhe të dali edhe kur dhe mrejnë atë detin e parë, thot grupi i parë dhe pin kret atë ujtin, grupi i ditë dhe i treti, kur dhe të vinë, thot, dhe të thujnë, këto ka pas ujë, po s'pas ka tash. Para me ndoni, qëfar ashdeja i thujnë të ne, dhe pinë detin. A qëkut? Kjo logika se ka. Qëkut? A kitë detna dhe ti pinë. Përveç asaj, që dhe ti pinë detna, jenë shkatruese dhe të bimbe. Kafshëve edhe kundër kafshëve dhe jenë. Ato të vegjel dhe t'jenë, a në shkatrues dhe t'jenë. Fuqit madhe dhe t'jenë. Qaq, gjithëvape Allahu Gjeleshanu atë fuqit. Deri caktimin sa e kanë ato, Allahu Gjeleshanu dhe t'i lanën to. Mirë po muslimonët ku dhe shkuj, a do t'jetë në atë ko muslimon, po, dhe jenë ma Hazreti Isa. Bile e të regon pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe jesin në kodrën apo malin Tur, është afër Egjiptit. Se dhe ka jetë kuranor për këtë. Thot do të jenë në atë kodrën Tur, edhe ati do të rinë besimtarët e musliman deri
kur do të vijë koha që besimtarët edhe Hazreti Isa do të bëjnë lutje te Allahu xhaleshanuhu që t'i shkatroje Ya'juj dhe Ma'juj. Deri në kohën, tash nuk mundet ne të flasim diçka me data këto, se flasim për një periudhë tash nuk e dim ne sa mund zgjat. Edhe pejgamberi nuk ka vënë ditët për shembull se sikur se që tham për Hazreti Isa se do jetoje 7 vjet, kishte një transmetim tjetër, nëse e mbani mend ka 40 vjet të tjerë. Atë Ya'juj nuk tregon. Do të kenë një periudhë të jetës e Hazreti Isa kur do ta bëje duan që Allahu xhaleshanu t'i shkatroje Ya'juj dhe Ma'juj, Allahu xhaleshanu një ushtri i delshoj. Çfarë ushtri? Allahu nuk i duhet ushtrie madhe me ato. Sikur se tash përmendet për shembull armët bërthamore. Allahu me një armë të vogël shkatron njerëz. Tash si të shkatrohen Ya'juj. Shumë interesant. Allahu xhaleshanu ka qafa e këtine Ya'jujve du shloje një krim të vogël. Ajo dal nga dal që të vriten në moment Ya'juj. Do të vdesin kit sa është, si thot pejgamberi, çdo pllon do të kese Ya'juj me Ma'juj. Do shok. Edhe u shumë kanë shumë shpejt. Shumimi i atyre është i shpejt. Për çfarë do kese shumë? Para mendoni ujtë në drishtere. Te për shembull logjika jonë se ne mund të pajmë 1 litër ose 2 litra ujë, ha? Edhe ne pak më gjatë dhe jemi pi atyre. Edhe pse ka një transmetim, do të jenë disa pak më gjatë pi atyre. Ama jo shumë. Do të jenë pak më gjatë, ka dhe më tepër do të jenë shkurt. Kështu e cilëson apo e përshkruan pejgamberi alayhi salatu wasalam Ya'juj dhe Ma'juj. E tash ai krimi në qafë di sulmoj këto Ya'juj dhe Ma'juj. Këta e përmendin dietarët thuj se deve në këtë kohë pas ka do krimba që rrinë nga të hundës deves. Mirë po, nuk janë këta që vdekje pruse sikur ato që të vinë në atë kohë. Se kur dhe shohin Hazreti Isa me gjithat shkatrim të tokës, sa shto një vejt ajeti kuranor, dhe shkatrim çdo gjë që të shohin përpara. Paramendoni, edhe kjo është hadithi i pejgamberit alayhi salatu wasalam, thotë të shkatrim tokë çdo gjë që të shohin përpara. Thotë shtaj dhe luftojnë me qiellin. Thotë dimani shtizet edhe të gjujnë në qiell se në tokë mo i kina majtë kitë gjika gjallesa. Di shlëj shigjet të tërmo, Allahu xhaleshanuhu do ngjyrose shigjeta me një ngjyrë të kuqe, dhe thujnë se kur dhe shohin ngjyrën e kuqe, dhe thujnë edhe në qiell ne i majtëm kitë njerëzit. Para mendojnë. Më thonë në qiell, duhen të shkatrojnë, por Allahu xhaleshanu do a bëjë të mundshme ative me ato shtizat ose shigjeta që do të hodhin, do a bjerë me një ngjyrë të kuqe, të thujnë se e pastron me dhe qiellin motë këtine gjallesa ose krijesave të Allahu xhaleshanu. Thot këta, ai krimi kur i kafshojë, thot, këta krit thot do të vdesë. Hazreti Isa me muslimon do të zbresin pre asaj kodrës që thamë tu. Se njëra teres kanë qenë mbrojtët, nuk kanë zbrit poshtë që mos kenë të përballje me Ya'juj se kanë qenë shumë fuqishëm e ne kanë mbit njerëz. Shumë të shkurt, ama shumë fuqi të madhe. E thot,
Për atë shkak Allahu xhaleshanu u ka caktuar që këtë mos zbresi mbi asaj kodrës tuaj. Këtë kur të zbresin atë Hazreti Isa, me muslimon to, dhe të shohin thot, s'kan të të hecin prej vdekjes së këtine Je'xhuxhu e Ma'xhuxh. S'kan ku ta vijnë kohën. Aq që do të jenë do thotë se të vdekur për këtine Je'xhuxhu e Ma'xhuxh. Thot hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam, do të bëjnë dua dhe thujnë o Zot, e largohesh se njeriu e dini dhe kur vdes njeriu, nëse nuk pastrohet me njëherë, merr erë, edhe jo erë mirë. E njëjta gjë, dhe jesi një aron, një kundërmon, një erë shumë i keqë. Dhe bëjnë dua o Zot, largoj për nesh të Je'xhuxhu e Ma'xhuxh. Allahu xhaleshanu do krijoje shpejtës. Do të shpenzët do t'jenë thot si kur qafa e derës. Ato shpenzët do t'jenë si kur qafa e shpenzëve, thot do t'i marrin gjyq me gjyqe, do t'i hudhi atje ku dënë Allahu xhaleshanu. Çka hadithi pejgamberit. Do thonë t'i marrin të njerëzit, gjyq me gjyqe, edhe t'i hudhi atje ku Allahu dëshiron. Një transmetim thuj se i hudhin në detën në oqean. Tash kiç transmetimi, edhe kjo është i saktë, ama më e mirë është ajo që thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, t'i çoj atje ku dëshiron Allahu xhaleshanu. Prapë përsëri kundërmon era, se ato dhe ndajnë. Ato e ndajnë atë erën e jo të këndshme, më thonë, pi atine, pi Je'xhuxhu e Ma'xhuxh. Allahu xhaleshanu atë dëshiroj mishin dhe pastroj tokën që asnjë kundërmim të keqe mos kese. Dëshiroj mishin që mos kese asnjë kundërmim të keqe. Më thonë, pastrohen kitë detajisht edhe vazhdon dhe thotë se jetën prapë përsëri, si kështë që u thash sot një javë, me ardhen e Adventisës edhe bereqetit të shkohet. Këtë nuk flasë se folja sot një javë, edhe dhe vazhdojnë prapë përsëri, derisa dhe të vaje edhe që thash sot një javë edhe vdekja e Adventisës, si kështë që thash dhe vdesin to, bile ka transmitimi të të martohen, edhe dhe të varose, ku thamë, afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Unë i tregohet disa momente caktuara të kësaj shenje së madhe para ditës së Kiametit. Inshallah nuk i arrim ne, pasi që është një kohë shumë, ndoshta na duket e largët, mirë po mund bëj edhe shpejt. Pasi që dita e Kiametit është dëshbohet ma herës se thot me lindjen e pejgamberit e në me vdekjen e pejgamberit, më thonë shumë afër një ditës Kiametit. Po ne duhet bëjmë lutje te Allahu xhaleshanu që i thujmë o Zot, na mbrosh prej këtine Je'xhuxhu e Ma'xhuxhu, edhe sikur se që thamë Allahu xhaleshanu na mbroje edhe prej Mesihit Dejjal, që të dale edhe një krijes tjetër që është shumë e rëndë si spro për besimtarët në atë kohë që të tjerë. Allahu xhaleshanu na mbroft për këtine shenjave të mëdhaja që janë në dëm të njerëzisë në atë kohë. Mirë po, a mund shpëtoj, kush do kese fatin të shpëtoj, kush do kese fatin në atë kohë, inshallah mesimtarët prapë përsëri do t'jenë mbrojtur se do t'a kenë Hazreti Isa. Edhe masaj djetarët e përshkrujnë se do të frije një e butë ata njerëz që do të kenë
besim sa një dherë, një pjesë të imanit, thot ajo era thot do marrë shpirtna njerëzve të mirë, do të ngeli njerëz të këqij, këtine njerëzve të këqij do të vaje dita e kiametit. Unë e përfundova në pak, thash starë, se rëmë starë dale se në hikim asaj, Allahu Gjeleshanu edhe ju është për pjami, për të limin që patë.